Llaka I cili mirë po sërish Donati e gjuan topin e Doni, a ke qeni suksesshëm në ushtri për gjujtja o jo? Për gjuajtje? Po. Gjuaja femra. Sa to pa kemi drejt një mos. Te femrat fute dhe kafshët. Kam qenë gjatar, në më thënë. Loja starton. Gjithçka është gati mes këtyre dy garuesve të shohim se cili prej tyre do të jetë më I suksesshëm është Donati me pikën e parë. Një duartërkytje për Donatin. Bravo, Doni! Doni! Pika e parë për grupin, zyrja për gjithçka. Shiko, më duke se fusha këte është kështu e pjerët. Doni, Qa I bove. duke topis që nga femën, moshkull. E hangra. Po e lash se gjithmonë e kundërshtarin e mare dhe e gënjej. I jap lojën e parë. Gjithçka gati për raundin e dytë. Garuesit startojnë. Shohim se cili do të jetë më I suksesshëm tani në raundin e dytë. Start! Është më I suksesshëm në fillim Llaka I cili mirë po sërish Donati e gjuan topin e ka ndalur Llakaj. 2-0 për Donatin. Është e një lojë. Edhe një. Më E suksesshme zyrja për gjithçka në 2 raundet e para. Uniteti. Atëherë gjithçka gati. Është ndryshe 3-0, ndryshe 2-1. Bëni gati dhe filloni kur të jeni gati. Shohim nëse Agron Llakaj do të arrijë ta ruaj dinjitetin e tij në këtë raund të tretë. Startojmë. Start! 2-0 për zyrën për gjithçka, ja dhe topi I tretë. 3-0 për ekipin e Donatit. Pikët e para për ekipin zyrja për gjithçka. Kjo ishte fitore me mik. Sepse kjo ishte me pjerët pjesa këteja. Ishte me pjerët. Me I tha të kundërshtari bravo I qoftë, unë e pranoj humbjen, kalojmë në zgjedhjet parakoshme. Jo, ja, po në asillë. Me nderë shok. Rasi. Qysh e